ndodhur, të paktën ne që kemi ca dekada që ndjekim edhe për arsye pune, për jo vetëm zhvillimet botërore, jemi lodhur me këtë idenë e këtyre konflikteve pa fund. Unë po thoja gjë tjetër sipas meje. Vjen një person i cili thot merr dhe kostot dhe thot te këto konflikte pa fund, kush po e pagu kostën më të madhe financiare? Ne. Kush po e pagon me body bags, me qeset me ushtarë të vrarë? Jemi prapë ne. Dish mua, ta mbyllim që këtu muhabetin tani këtu? Nuk i pëlqen Macronit, nuk i pëlqen Melonit, nuk i pëlqen... Po flasim për Europën, pastaj duhet të themi gjë tjetër. Eksakt. Po Këtu pastaj kjo është çështje tjetër, po ai thot America first, Amerika e para. Doja të thoja një gjë. Dilema, Amerika izolacioniste, por nga ana tjetër që forcohet. Një Amerikë e fortë na intereson apo gjithë ne intereson një Amerikë e fortë? Na intereson Europës. Bastioni kryesor. Doja të thoja që kur ndodh strategji ushtarake dhe kemi negociata, zakonisht palët kërkojnë nëpërmjet strategjisë ushtarake të marrin sa më shumë territor, që kur të ulen në tavolinën e negociatave, të lëshojnë atë që nuk kanë nevojë për të, po e kanë marrë thjesht për strategji dhe të kthehen. Dhe këtu vjen edhe analiza për Europën. Unë bëj mend kur sulmoi Krimen Putini. E ka bërë ditë premte, fundjavë. Dhe Europa ditë premte tha ditën e hënë. Me urgjencë ditën e hënë. Mbas plazhit. Edhe kështu e bëjmë prapë. Edhe kështu edhe u bë ditë premte sulmi. Edhe ata thanë do mblidhemi ditën e hënë në urgjencë. Edhe tash flasim për një analizë, flasin me të drejtë që Putini nuk mund të konsiderohet si negociator, kur vetë nuk bën asgjë. Në qoftë se Europa nuk do të vetë organizohet për të kaluar në një stat federal, në një stat të Shteteve të Bashkuara të Europës, dhe këtë mund ta marrë iniciativën Gjermania që tashmë ka një motor të rëndësishëm ekonomik, por dhe politik, dhe po merr dhe motor ushtarak, se ti ke ekonomi, jo për SBA-n, po ke ekonomi për Kinën për të përballur. Po nuk ke forcë organizime, stratosferik jashtëm tregon që ka një super treg. Nëse ti nuk bëhesh imponues, atëherë kot çiflet. Thot del Macroni thot, pastaj shkojmë mblidhen atje dhe bëjnë lloqje thuhet në gjuhën tironse. Kështu që Europa duhet patjetër, dhe ne jemi pjesë e Europës, Shqipëria, po të shohësh edhe performancën e qeverisë shqiptare. Jemi pjesë e NATO. Edhe NATO është më gjerë se Europa. Ne jemi pjesë e Europës, synojmë të jemi Europë, tek ajo Europë që kishin ata që e themeluan. Se si do shkojë Europa, kjo është për tu parë. Sepse vazhdohet me 27 politika të jashtme, me 27 politika ushtarake, me 27 politika ekonomike dhe nuk janë asnjë. Edhe po çaj daulja e Europës. Ne duam me uçumë kërcy, që në themel apo në ngjisjen e Bashkimit Evropian është shumë e qartë që është thjesht një bashkim ndoshta më tepër ekonomik se sa politik, dhe Bashkimi Evropian për mua aq pikërisht dhe për mua kaq do të ngelet Europa dhe në vazhdim. Dhe përposa atij ngërçi të politikave të jashtme të 27 vendeve, kemi dhe një pragmatizëm ndoshta ekonomik të disa vendeve. Do të shikojmë një hipokrizi ndoshta madhështore nga ana e Serbisë, e cila blen dronte, blen armatime nga Franca dhe Yes, me thëmë blen nga Franca në mënyrë të nëndeshme dhe të hipokrite për t'ja shitur dhe për të furnizuar Izraelin, dhe që këtu lind pikpyetja këto vendet Bashkimit Evropian që janë kundra luftës edhe kundra këtyre të gjitha veprimeve genocidare dhe spastimeve etnike, gjejnë një formë për të furnizuar makinerinë e luftës së Izraelit. Do të thoja diçka lidhur me Bashkimin Evropian ose me politikën evropiane, por is vërtetës në përfytyrimin e përgjithshëm Bashkimi Evropian shihet, siç thon ajo shpreha, një gjigant ekonomik dhe një xhuxh politik. Por kam përshtypjen që edhe për vetë Arastringës do ta quajmë Kadareja. Natyra e Bashkimit Evropian është e tillë që ata janë plotësisht i vetëdijshëm, pra më thënë diplomatët dhe gjithë përfaqësuesit e vendeve anëtare përpeshin që kanë në konfliktin e lindjen e mesme. Konfliktin e lindjes e mesme historikisht nuk ka qenë Bashkimi Evropian ai që ka pasur një rol parsor apo përcaktues në zgjidhjen e atij konflikti, më shumë është futur me atë fuqinë e butë, me ndihmat e tij, me programet komunitare dhe me ajo çfarë shqetëson Bashkimin Evropian, gjykoj unë, edhe në një deklaratë që ka qenë para disa ditësh, ata kanë frikë që situata në Iran mund të jetë një ftesë për kaos, në mënyrën që çdo ndryshim i regjimit apo një trazir apo një destabilitet
Europa do tjetë kontinenti që përballet... Është dhe i tash quhetës pranverë arabe, që riktheu pastaj në pak vite riktheu dhe edhe më diktator se... Jo vetëm aq, por Europa preket drejt për drejt, ju e dini tashmë debatin më të madh që po bëhet në Europë për emigracionin. Është tema që debatohet sot në çdo. Dhe një destabilitet i mëtejshëm i rajonit të lindjes mesme, kufiri më i afërt i flukseve migratore është në Europë, pa folur pastaj kriza energjetike që mund ta cënojë dukshëm ekonominë europiane. I betëm me Eugjina, flasim në to minuta që kam vjetur, pikërisht për këtë që thotë Groni, se më dohet të pyesja. Fakti që ankthi se ç'a ndodh me Iranin, pasi duket sot versioni më realist është që Irani nuk mund ta përballojë gjatë këtë lloj themi supremacie ushtarake dhe mbështetje ndërkombëtare të Izraelit për këtë aksion, dhe regjimi edhe për shkak themi të gërryrës brendshme, fakti që është autokratik, fakti që persekuton qytetarët e vet, le ta themi troç, mund të bjerë. Sigurisht Irani nuk është Iraku. Iraku ne e dimë është konglomerat fesh, kombesh, Iraku i vërtet është diçka më pak se Iraku i sotëm, le ta themi troç. Një pjesë është Kuvajtit, një pjesë është Kurdistani, pra është histori shumë e komplikuar. Kurse Irani apo Persia ka një tjetër histori, ka një tjetër kulturë, ka një tjetër edhe histori shoqërore, kuptohet. Por gjithsesi ankthi mbetet, nëse bie ky regjim, ç'a ndodhet? Unë mendoj që ashtu sikurse me ç'a mbushet ai vakum. Pikërisht, ashtu sikurse e pam edhe në Siri, edhe parën regjimi ishte bërë gati lideri i cili më parë ishte në listat e terrorizmit Al-Xholani. Në këtë sens mendoj e kishte dy fishën e gjobës se kishte koka e Bin Ladenit. Ky kishte 10 milion. Dhe mendoj që e njëjta gjë mund të jetë duke u konfiguruar edhe për Iranin. Familjet e vjetra kanë filluar të dinamikizohen. Shikohen në mediat perëndimore dhe ato amerikane një dalje e shtuar dhe një fluks i shtuar i princit në azil iranian që po del dhe po flet pikërisht për të rimarr ndoshta pushtetin në një rënje eventuale. Ndaj mendoj që nuk do të kemi ndoshta atë krizën që pam në Siri apo që mund të shikojmë në Siri Siria mbijetoi, po kanë parasysh Irakun që ishte vazhdon është një popull dinamik, nuk mund të harrohet, ka qenë shumë të evoluar se sa Europa. Kështu që ato e kanë gjithë energjinë, e kanë gjithë mundësinë për të riqeverisur, vetë qeverisur, dhe sigurisht për të ndërtuar raporte gjeopolitike shumë të avancuara. Plus është një vend homogjen, nuk ka këto problemet me kufitare, nuk ka problemet me territoriale të tjerë që kanë. Nuk duhet marrë me frikë Irani. Unë besoj që brenda asaj shoqërie ka janë 9 milion banor. Pastaj është dhe vend i pasur shumë. Kjo po, këtu vetë vend i pasur shumë. Frika ime është që vetëm Amerika dhe mundësisht Izraeli kanë dëshirë që të mbyllet ky konflikt. Frika ime është që të tjerët janë të gëzuar në thojza për arsyet e tyre gjeopolitike që po vlon Kazani, sepse nga njëra anë Kina në këtë mënyrë mbulon ato që ka qef të bëjë atje ku është, Rusia shmang vëmendjen nga aty ku është, në Ukrainë, kështu që për mendimin tim... Si te Kina nuk jam i sigur, Geron, te Kina nuk jam i sigur, për shkak që fakti që humbet burimin kryesor furnizimin në karburante. Kina, si që dini, më 10 mars të vitit 2023, Kina ndërmjetësoi një takim që u bë shumë i famshëm, një takim midis Arabisë Saudite dhe Iranit, u bë shteti që ndërmjetësoi, i cili u bë paksa gjalli habi dhe në ambientet e diplomacisë ndërkombëtare, roli i Kinës për të ndërmjetësuar lindjen e mesme, një rol që nuk e kishte patur ndonjëherë, dhe kjo për arsye të saj gjeopolitike dhe gjeostrategjike, për të ndërmjetësuar një ulje të tensionit midis Arabisë Saudite dhe Iranit dhe i ftoi ata për qenë pjesë edhe e vendeve të BRICS-it. Pra, ka pasur lëvizje në sfond të cilat deri diku tregojnë që dinamika e marrëdhënieve ndërkombëtare e diplomacisë hapur dhe diplomacisë fshehtë për sa i përket lindjes mesme, gjithmonë edhe fraksione palestineze i ka ftuar në Pekin për t'i bashkuar. Kush ka pasur rastin të shkojë në Palestinë, godina e Ministrisë Jashtme të Autoritetit Palestinez është bërë me fondet e qeverisë kineze, kështu që atje ka edhe një seri investimesh. Pra Kina ka ato që quhet fuqia e butë, futet dal nga dal në shumë vende, në Afrikë, në Azi, është një vend që në ekspansion me një GDP të madhe, me një suficit
por ka dhe një veçori që arrin të kontrolloj stabilitetin e brendshëm politik për shkak sistemit politik që ka, ndërkohë që për shkak dhe të filozofisë kombëtare kineze, pra filozofia konfuciane, njerëzit janë të bindur, të rregullt, dhe tani, sidomos në disa kanë dhe këtë që fusha... ideja ne e dim gjithë, në momentin që ekonomia është mirë, pak kush kujdeset, pastaj ka mund të shohë lajmet politike. Ka sekret veçantë Kina, që se kanë tjerë. Flitet për rikthim të Jaltës, apo jo, të një luftë të ftohtë moderne. Kina e ka për të qartë që në fillim qëndrimet e saj nuk është për luftën e ftohtë. Do treg të hapur, sepse ka ekspansion ekonomik ku do gjendur dhe nuk i intereson më të ndajet bota më dysh dhe ajo të ketë një treg të kufizuar. Dhe e kam bërë të qarta në gjitha takimet që kanë realizuar. Luftë të ftohtë, jo më. Kështu që ka një qasje që... Po, do luftë të nxehtë, jo, do ekonomi të hapur. Ekonomia do si modeli i vet, që ka ekonominë të lirë, do ekonomi të hapur me vjedhjen e teknologjisë. Diplomacia kineze shpesh po kufizohet se ai që quhet sfungjieri diplomatik. Pra, është një diplomaci e cila përthith çdo lloj interesi që konsideron të arsyeshëm pavarësisht rajonit edhe po të shikosh mënyrën se si voton Kina në Këshillin e Sigurimit, gjithmonë abstenon kur janë çështje ku vihet në diskutime drejta ndërkombëtare. Po abstenimi është votë punën nërkohë? Jo, më thënë, është një pjo karakteristike kineze e cila në një farë kuptimi tregon filozofinë e saj. Dhe duhet kuptohet edhe mënyra se si lëviz ajo në politikën ndërkombëtare. Amerika jam i sigurt me Trumpin, jo me çdo lloj udhëheci, po me Trumpin jam i sigurt Amerika është e interesuar për të mos patur një luftë botërore. Lufta botërore që në fakt kjo që ka nisur në Iran e përshkallëzon, nuk është në interesin e Amerikës, nuk është në interesin e Amerikës, por është në interesin e këtyre fuqive të reja, sepse lufta gjithmonë ndryshon rendin. Më kupton? Dhe prandaj unë besoj, nëse do kemi pushim të luftës në Iran, ose mbyllje të këtij konflikti, do të jem mirënjohës Amerikës, dhe nëse nuk do të mbyllet, do të thotë që Amerika... Se pa Moskën nuk mbyllet. Pa i mund të bi dakord me Moskën, por e kam fjallën, nëse nuk mbyllet konflikti, unë mund t'ju garantoj, arsyet janë, pikërisht sepse kanë interes që kjo luftë të vazhdoj, që të mos ketë më një rend botror unipolar me Amerikën, por të afirmohen këto pushtetet të tjera. Administratën Trump është dakord për rend të ri botror, se para administratës Trump nuk ishte asnjë erë në SBA që të njihej për lëvizje të llojit tjetër. Me ardhin e Trump, tashmë është qartëzi e hapur Amerika për të patur një rend të ri botror. Amerika First, të tjerat Amerika First nuk kupton vendeve bosh. Amerika First nuk kupton një vazhdimsi me rendin e mëparshëm botror. Kjo është mënyra dëshirore. Jo, rendi i mëparshëm botror është i bazuar mbi vlera të përbashkëta ose common values. Dhe këto vlera të përbashkëta janë vlera të ndërtuara mbi qytetrimin perëndimor. Kurse rendi i ri botror nuk është më i bazuar mbi vlerat e përbashkëta, por mbi interesat e përbashkëta që nuk kupton. Një realitet që vlerat e përbashkëta nuk ka për fat keq. Pra, kjo është rendi i ri botror që do të përfaqësohet pastaj nga fuqi rajonale që do të afirmojnë veten e tyre dhe për ata lufta botërore është e mirë për ata. Kurse për Amerikën nuk është e mirë. Eugenia, pak ditë më parë, sa për shpërtheu konflikti, bëri shumë bujë në Amerikë, një intervistë ish kandidatit për zëvendës president, guvernatorit Minnesotës Tim Walz, i cili tha atë që përmendi Keroni, fakti dhe përmendi dhe Arturi, fakti që Kina, sa Tim Walz, po e perifrazoj, po latë kuptohet qartë që Kina ka autoritetin, është vetëm që ka autoritetin moral për t'ullur palët në tavolinë, në gjallë një reagim shumë të fort, jo vetëm nga qarqet temi republikane apo të magës, po në përgjithësi Amerikanët u habitën se si një person që do në të bëjshë zëvendës presidenti Amerikës, thot që është Kina që ka autoritetin moral për t'ullur Izraelin dhe Iranin në tavolinë. Megjithatë, roli Amerikan të kjo Jalta e re, do të thotë që Kina është jashtë, apo do të uli Kinën me termat e veta? Sepse që Kina duket qartë që nuk është interesuar për atë që pëndon në Iran,
Edhe për arsye ekonomike, por jo vetëm. Pikërisht. Ajo arsyeja themelore mendoj unë të kësaj deklarate është pikërisht për faktin që Kina është përpjekur nëpërmjet asaj diplomacisë së butë dhe të fshet të qëndrojë mbi palë dhe të mos jetë pjesë vokale ndoshta apo të linjëzohet në njërën palë të konfliktit. Kjo patjetër ka arsyet e saj ekonomike dhe më tepër influenca e saj është dukshëm ekonomikisht në të gjitha kontinentet. Duhet thënë, në Amerikën Latine ka një influencë shumë të madhe, të jashtëzakonshme ekonomike, po ajsa edhe Afrika patjetër, por edhe Europa. Vetëm nëse do të shikojmë portet kryesore europiane janë të gjitha të zotëruara tashmë nga Kina. Dhe mendoj me Belt and Road Initiative. Dhe mendoj që është mbi palët, sepse nëse do të bëjmë krahasimin mes Bidenit dhe Trumpit, në kohën e administratës së Biden u duk sikur e gjithë bota, jo vetëm SBA-t, ishte në autopilot dhe u krijua kjo xhungla ku të gjithë ishin kundra të gjithëve dhe Amerika e humbi atë shkëlqimin apo hegemonin. Në këtë rast, ashtu sikurse e tha edhe pastori, jam shumë dakord që nuk kemi më epokën e vlerave apo të principeve, por kemi epokën e interesave. Dhe i gjithë diskursi që bëhet edhe nga organizatat apo marrëveshjet si BRICS, ku Kina ka një footprint dhe një gjurmë shumë të rëndësishme, është pikërisht rëndësia gjeopolitike që kanë marrë tashmë interesat. 30% ekonomisë globale. Ndryshe nga NATO apo nga Bashkimi Evropian, që është një bashkim vlerash, BRICS-i apo edhe Organizata e Kooperacionit të Shangajit, janë organizata dhe marrëveshje që kanë në thelb interesin dhe dukshëm janë marrëveshje të cilat me interesin hecin më gjatë se sa me vlerat. Dhe Trumpi nuk është kundër interesave, Trumpi është biznesmen dhe i kupton mirë dhe prandaj mund të t'japi përshtypjen që Trumpi është pro një rendi të ri, por kjo nuk është e vërtet. Rendi i tanishëm, i deri tanishëm, është i mirë për shkak se prandaj mund të flasim për ligj ndërkombëtar. Do të sjellë Amerikën e pas luftës së dytë botërore që ishte i vetmi vend pa luftë, që hyri dhe komandoi. E do jetë Kina që nuk do marrë pjesë në asnjë konflikt, e do hyrë si komanduese. Me thënë drejtë për ashtu faktin që ne na lajë çik të Jaltës, nuk ose bota shkoi keq me Amerikën. Pax Amerikane, Plan Marshall do ta bëjë Kina, nuk do ta bëjë më Amerika. Kina po e bën tashmë. Po pse si mendon filluar të dëshirë ta bëjë Kina? Jo, unë nuk po them çfarë ka mundur, po them se si janë gjasat drejt ku po shkojë. Pikërisht prandaj them që nuk është i gjë e mirë. Pasioni tim për Trumpin, unë mundohem të shoh racionalisht. Unë kam pasion për vlerat. Pasionin e vet. Po Geron se do ta mbyll. Një gjë të fundit, por me gjëvap këtë debati midis rolit Kinës apo dhe të Amerikës në konfliktet apo dhe në arkitekturën e re të botërore. Në fakt, tashmë është një fakt, është e ditur që Kina po ringrihet ekonomikisht, por për t'ju kthyer një fakti shumë interesant. Vitin e kaluar, një vit para se administrata Biden të tërhiqesh nga pushteti, pra të vinte, këshilltari për sigurinë kombëtare Jake Sullivan mban një fjalim në Institutin Brooks, një fjalim që ndoshta ka kaluar pa vëmendje, po titulli i fjalimit ishte ringjallje ekonomike e Amerikës dhe pothuajse 90% e fjalimit i kushtohesh ringritjes ekonomike të Kinës dhe fakti që Amerika duhet ta shikonte këtë me shqetësim, sepse në përgjithësi për ekonominë amerikane dhe për dominimin amerikan dhe për zotrimin e saj kjo është problematike. Përse përket asaj të luftës, se dua ta mbyll, se ndoshta mua s'm pëlqen kjo retorika e luftës, i vetmi ndoshta fat që ka administrata amerikane, patjetër, është se presidenti Trump ka ardhur me premtimin në shtëpinë e Bardhë që unë do të pushoj të gjitha luftrat dhe për sa kohë do të jem unë administrat, nuk do ketë me luftra. Kjo ndoshta mund të jetë. Kjo është dëshira, por jemi te muaji 5, a? Jemi te muaji 5. Për ta mbyllur, unë do të thoja diçka për luftën, një shprehje që mua më pëlqen. Lufta përkufizohet si një ndeshje kur palë që nuk njohin njëri tjetrin, ndeshen me njëri tjetrin për hir të interesave të disave që njohin mirë njëri tjetrin. Ma mos thuj që këta e kanë thonë kinezët. Nuk do të thoja që është shprehje kineze, me gjuhë europiane. Artin e luftës ata e kanë shpikur. Natyrisht, megjithatë ne besojmë shumë të armët amerikane. Ata kanë shpikur atë shprehjen e famshme që nuk ka rëndësi çfarë ngjyre ka macja, por rëndësi ka që të kapi mi. Dhe kjo është dhe filozofia e diplomatisë
Së tyre të paktën në këtë realitet geopolitik që Okej, besoj që do të kemi mundësi ta shohim sidomos edhe në këtë konflikt të ri, i cili shpresojmë që të mbyllet shpejt pasi ne kemi hallën e karburantit ton. Faleminderit Geron, faleminderit ty. Të xhepit ton. Faleminderit Turi, Eugina. Faleminderit. Sot të ishte sot program. Ky ishte Risori Persone. Jam Sori Balla, natë mirë.